Incidenti së hënës mes një nxënësi dhe një mësimdhënësi ka rikthyer vëmendjen te mungesa e sigurisë dhe mbështetjes psikologjike në shkolla. Sipas psikologëve, konfliktet dhe tensionet në shkolla shpesh lidhen me mungesën e mbështetjes psikologjike dhe me mosadresimin e problemeve emocionale në ambientet edukative. Nëse shëndeti mendor do t'i kushtoj me shumë rëndësi në shkolla përmes mbështetjes psikologjike, përmes programeve të rregullimit emocional, përmes krijimit të hapësirave të sigurta për komunikim, do të kishte më pak reagime impulsive edhe do të kishte më shumë zgjedhje të shëndetshme të konflikteve. Përveç anës psikologjike, sociologët ngrisin shqetësim edhe për mungesën e mbrojtjes ligjore për stafin arsimor. Realisht është shumë rënd, por moshën që kam mësimdhënësi me pa në qatë momentin, jo të mira, po bindo që secili mësimdhënës është i rrezikon për qytynëv inskenimeve, edhe secili është i atakum mundet me qenë i atakum sepse ka hup respekti, ka hup mbrojtja me ligj e mësimdhënësit. Asnjë ligj nuk e mbrojë mësimdhënësit. Merre me men ki nxënësa që 16 ditë nuk ka ardhur mësim hiç, ka ardhur veç kur është pyetën, edhe rregulloret i kanë gjetë disa vakume ligjore, edhe është pyetën si me qenë i barabartë me nxënësit që ka aty mungesë. Kjo situatë, sipas njohësve të arsimit, reflekton një krizë më të gjerë shoqërore. Gjendja në sistemin e tërësishëm të arsimit është e rëndë dhe paraqitja e këtyre skenave e rëndon atë edhe më tepër, por edhe shpërfaq një qarje të thellë dhe një krizë morale që ekziston në shoqërinë tonë. Pas incidentit të së hënës, mësimdhënësi është ndaluar për 48 orë.